Aktoria Demet Özdemir lindi më 26 shkurt të vitit 1992. Ajo u rrit në një familje të thjeshtë dhe pati një fëmijë i ri jo shumë të lehtë. Prindrit e saj u ndan kur ajo ishte ende e vogël dhe më pas u shpërngul me nënën dhe vëllezërit në Stamboll. Që e vogël kishte pasion për kërcimin dhe artin, nuk vinte nga një familje artistësh, ndaj gjithçka e ndërtoi vetë me shumë punë dhe përkushtim. Ajo ka thënë se kjo periudhë e bëri më të fortë dhe më të pavarur që në moshë të re. Që fëmijë, Demet gjeti arratisjen e saj tek kërcimi. Ajo kalonte orë të tëra duke praktikuar vallëzimin. Shpesh e bente edhe në shtëpi, pa kushte profesionale. Nuk kishte gjithmonë mundësi për kurse të shtrenjta, por nuk u dorëzua dhe vazhdoi të stërvitej vetë. Demet ka folur shumë për nënën e saj, një moment i veçantë. Nëna e saj punonte shumë për të mbajtur familjen. Demet e shihte si motivim dhe forcë, ajo e shtyu të bëhej pavarur sa më shpejt. Gjatë adoleshencës, Demet nuk pati një jetë të lehtë si të rinjtë e tjerë. Ajo filloi të mendoj herët për punë dhe pavarësi, kjo e bëri më të pjekur shumë shpejt. Kërcimi u bë gjithçka për të. Në këtë periudhë, ajo u fokusua seriozisht te kërcimi. Nuk e shihte vetëm si pasion, por edhe si shpresë për një jetë më të mirë. Filloi të punojë si balerin profesioniste, mori pjesë në klipe muzikore, nisi të fitojë të ardhurat të para. Kjo ishte hera e parë që ajo ndjeu se mund të ndërtonte një karrierë. Demet ka treguar se në adoleshencë ishte e ndjeshme, por shumë e fortë. Nuk dorëzohej lehtë. Kishte shumë ambicie për të ndryshuar jetën e saj. Ajo nuk ishte nga ata që prisnin mundësi, i krijonte vetë. Para se të bëhej aktore, ajo nuk e kishte plan kryesor aktrimin. Fillimisht donte të ishte kërcimtare dhe të ishte në skenë, por kjo rrugë e çoi më pas drejt televizionit. Por pyetja është, si filloi gjithçka? Nga kërcimi në ekran, Demet filloi si balerin profesioniste, merrte pjesë në skena dhe koncerte, kërcente në klipe muzikore. Një moment i rëndësishëm, ajo u shfaq në një videoklip të Mustafa Sandal dhe kjo e bëri të vijë re nga njerëz të industrisë. Por si e zbulua nga producentët? Pas videoklipeve, producent dhe agjenci filluan ta vënë re. Ajo kishte prezencë shumë të fortë para kamerës, pamja, energjia e saj e ndihmua shumë. Këtu filluan ofertat e para për televizion. Roli i parë erdhi në serialin Sana Bir Ser Verçegim. Nuk ishte rol i madh, por ishte eksperienca e parë si aktore. Mësoi si të luante para kamerës, filloi të merrte trajtime në aktrim. Pas disa roleve të tjera, erdhi momenti që ndryshoi gjithçka. Seriali Erkençi Kush, bashkë me Xhan Yaman, ky serial u bë super hit. E bëri Demet të famshme ndërkombëtarisht, e vendosi si një nga aktoret kryesore në Turqi. Po përse ja doli? Disiplina e saj nga kërcimi, punonte shumë, nuk u ndal tek një gjë, provoi fusha të tjera, pati guxim të ndryshoj drejtim, shfrytëzoi mundësitë që i erdhën. Le të ndalemi pak tek historia e Demet dhe Xhan Yaman. Historia ishte dashuri romantike, shumë humor dhe shumë emocione. Publiku u dashurua me çiftin në ekran. Pse u bën virale? Kimia e tyre duke shumë reale, skenat romantike ishin shumë të besueshme. Fansat filluan t'i shikojnë si çift edhe në jetën reale. Pas suksesit të serialit, u përhapën shumë zëra se mund të kishin një lidhje. Paparacët i ndiqnin shpesh, fansat analizojnë çdo foto dhe intervistë, por asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar një lidhje serioze. Pas serialit, ata u distancuan profesionalisht, secili vazhdoi karrierën e vet, nuk kanë bashkëpunuar me në projekte të mëdha. E vërteta e thjesht, ishin një çift shumë i suksesshëm në ekran, por në realitet nuk ka prova që kanë qenë çift zyrtar. Pse u bë kaq e famshme kjo histori? Seriali ishte super hit global, fansat i donin shumë bashk, rrjetet sociale amplifikuan gjithçka. Por pse ky serial u bë kaq i famshëm? Sepse kimia e aktorëve kryesor, Demet Özdemir dhe Xhan Yaman, kishin shumë energji së bashku, skena romantike shumë natyrale, humor të fortë mes tyre. Publiku i besonte si çift real. Por çfarë ndodhi me jetën e dashurisë së Demet më vonë? Pas suksesit të serialit, martesa e saj
Demet Özdemir u martua me këngëtarin Oguzhan Koç. Martesa u bë shumë e komentuar në media. Ndarja, pas një kohe të shkurtër, ata u ndan. Nuk dhanë shumë detaje publike, thanë që kishte mos marrëveshje dhe mos funksionim marrëdhënieje. Pas ndarjes, Demet u fokusua te karriera, u bë më e kujdesshme me jetën private, vazhdon të jetë shumë e suksesshme në seriale dhe filma. Aktualisht është single, sipas informacioneve publike. Fokusohet te puna dhe projektet e reja, mbetet një nga aktoret më të kërkuara turke. Tani le të ndalemi pak tek seriali më i fundit që luan Demet Özdemir dhe transmetohet aktualisht në Shqipëri. Aktoria luan rolin kryesor në serialin Eshref Rryja. Ajo luan personazhin e Nisan Akjol, ndërsa partneri i saj kryesor është Çagataj Ulusoi, Eshref Tek. Personazhi i saj, Nisan, e cila është një muzikante dhe këngëtare. Karakteri i saj është e ndjeshme, e fortë dhe me një të kaluar të komplikuar. Historia në serial: Nisan takon Eshrefin, mes tyre lind një dashuri shumë e komplikuar. Historia përfshin dashuri, sekrete, krim dhe dram. Pse është roli i rëndësishëm për Demetin? Është një nga rolet e saj më serioze, jo komedi romantike, si tek seriali që folëm pak më parë. Tregon një anë të pjekur të saj si aktore, është bashk protagoniste në një super produksion të madh. Seriali është një nga produksionet më të shtrenjta në Turqi, ka shumë vëmendje ndërkombëtare. Dy aktor kryesor janë ndër më të famshmit në Turqi. Historia e tyre nuk është një dashuri e thjeshtë, ka sekrete nga e kaluara, besimi testohet disa herë, lidhja e tyre kalon nëpër kriza emocionale të forta. Pra pas skena mes Demet dhe Çagataj Ulusoi, çfarë dihet realisht? Të dy janë aktorë shumë profesionist, kanë bashkëpunim të qetë në set, skenat romantike kërkojnë shumë prova dhe përqendrim. Kimia në ekran: publiku e ka vlerësuar shumë skenat e tyre. Rrjetet sociale shpesh i komentojnë si çifti perfekt në ekran. Ka shumë zëra në internet për lidhje jashtë serialit, por nuk ka konfirmime zyrtare nga asnjëri prej tyre. Një tjetër fakt interesant: Londrim Mekaj, finalisti Big Brother VIP Kosova, ai ka folur për Demetin dhe ka thënë që e adhuron. Ajo i ka bërë follow dhe ka pëlqyer një postim për të. Kjo krijoi shumë zhurmë në rrjetet sociale, por nuk ka lidhje romantike, vetëm ndërveprim në rrjete.